Politikat vetë për stolicat vetër për plot vetën, për neve hiç për popull. Ne kanë zarobit një grujt shpi mashtron, ta se më baroj asfalt, më maroj rrugën e cili kufin e cili tem. Kur gjos cili. Prej 2 vjetësh, kjo deklaratë e këtij plakun nga fshati Llojan i Kumanovës është bërë humor në YouTube. Madje mund të thuhet se i ka thyer rekordet e shikueshmërisë ndër shqiptarët. Por ja që fjalët e tij sot janë bërë realitet dhe ai është bërë më vizionar se gjithë politikanët. Dhe vërtet, asnjë nga premtimet parazgjedhore të partisë shqiptare në pushtet për sa i përket hapjes së kalimit kufitar Llojan Miratoc nuk janë bërë realitet. E të tilla premtime ka pasur shumë. Qytetarëve të komunës së Likovës dhe Kumanovës në disa cikle zgjedhore që nga viti 2002, po u premtohen vazhdimisht se gjithçka është gati për hapjen e kalimit kufitar në Llojan dhe se është vetëm çështje dite se i njëjti kur do të hapet. Madje kërkuan edhe mandatin e popullit për të hapur kalimin kufitar. Të fillojmë me tubimin e fundit në sheshin e Kumanovës, ku deputetja e zonës, atëherë vetëm kandidate, me këtë premtim e fitoi mandatin. Na nevojitet mandat që të qelim kalimin kufitar Llojan Miratoc. Ashtu siç i kishte premtuar pushteti qendror, edhe kryetari i komunës Likovës Sadullah Duraku, më 29 maj të 2010-s, qytetarëve u premtoi. Besoj dhe kam shpresë se shumë shpejti do të na informojnë dhe ajo rrugë do të rrumbullaksohet për në kufi. Por nuk ishte i vetëm Duraku që premtoi hapjen e këtij kalimi kufitar. Premtuan edhe shumë funksionar të BDI-s, duke filluar nga vetë kryetari i partisë Ahmeti. Ai më 7 nëntor të vitit 2011, si prioritet BDI-s për këtë mandat, premtoi hapjen e këtij kalimi kufitar. Me këtë mandat do të realizojmë vepra konkrete infrastrukturore që do ta përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetës së qytetarëve, duke krijuar kushte më të mira ekonomike dhe lidhshmëri të avancuar me rajonin. Hapja e vendkalimeve kufitare Bellanoc, Stančić, Llojan Miratoc. Një premtim të ngjashëm më 1 qershor para një viti pati edhe sekretari shtetror në atë kohë në Ministrinë e Jashtme Abdulkader Mehmeti. Qëllimi është që ky vendkalim kufitar kur të hapet dhe të jetë i përhershëm i tipit evropian. Madje për ta bindur popullatën se e kanë me gjithmend, po në qershor të vitit 2011 e dërguan edhe ambasadorin e Serbisë në Maqedoni Tomislav Gjurin në vendin ku duhet hapet kalimi kufitar. Ovaj granični prelaz ima problem. Nga ana e Maqedonisë nuk ekziston rrugë dhe nuk ekziston objekt ku do të punonin bashkë policia kufitar. Nga ana e Serbisë nuk ekziston pengesë politike, ekziston vullneti politik. Premtuan edhe deputeti i zonës së Likovës Rexhail Ismaili e zëvendës ministri i transportit Tahir Hani. I pari më 26 gusht të vitit kaluar, i dyti më 24 shtator. Në premtimet tona paraelektorale kemi thonë se çështja e parë që do ta kryjmë për banorët e kësaj zonës do të jetë pikërisht hapja e këtij vendkalimi kufitar. Edhe për këtë aks rrugor, domethënë Llojan Miratoc në programin vjetor të Agjencionit për Rrugë Shtetërore është parapaqe të ndërtohet për vitin 2012. Por në shtator të 2011-s, si duket edhe kryetarit të komunës Likovës i humbi durimin nga premtimet boshe që i bënte ekzekutivi. Pagas më duket se gjërat vonohen në realizim. Dhe për këtë ende nuk kam një përgjigje. Dhe pas gjithë kësaj, ja dhe njëherë dëgjojmë plakun vizionar. Politikat vetë për stolicat vetër për plot vetën, për neve hiç për popull. Ne kanë zarobit një grujt shpi mashtron, ta se më baroj asfalt, më maroj rrugën e cili kufin e cili tem. Kur gjos cili.